që në 1800-ën besohej se stresi shkaktonte ulçerën e stomakut. Më pas, filloi të mendohej se ishin ushqimet pikante. Por deri më tani, nuk ka studime shtëruese që të vërtetojnë se gjendja emocionale, ankthi psikologjik apo ushqimet pikante shkaktojnë ulçer. Ulçera praktikisht është një plag e cila mund të zhvillohet tek pjesa më e poshtme e ezofakut, në pjesë të ndryshme të stomakut apo në zorr. Në varësi të vendit ku shfaqet, kemi ulçer ezofagiale, ulçer gastrike dhe kur prek pjesën e parë të zorrës, duodenumin, quhet ulçer duodenale. Gjatë ngrënjes, stomaku prodhon lëngje të forta acide, të njohur gjerësisht si acidet e stomakut, të cilët ndihmojnë në tretjen e ushqimeve. Më pas, ushqimi kalon në duodenum për tretje të mëtejshme dhe përthithje nga rrjedha e gjakut. Për të mbrojtur sipërfaqen e stomakut dhe duodenumit nga efekti gryes i lëngut acid tretës, stomaku ka një membran mukose. Në shumicën e rasteve, ulçerat shkaktohen nga një bakter që quhet Helicobacter pylori. Mendohet se ky bakter futet në organizëm nëpërmjet ushqimit ose ujit të ndotur apo nga kontakti me njerëz të infektuar. Pasi futet në organizëm, ngjitet pas shtresës së mukozës së stomakut apo duodenumit. Teksa bakteret rriten, ato dëmtojnë shtresën e mukozës derisa ajo shpërbëhet apo thahet. Përpasoj, lëngjet acide të stomakut gërryen sipërfaqen e vetë stomakut dhe së bashku me bakteret shkaktojnë ulçer. Por kemi edhe raste kur ulçera lidhet me përdorimin e lëndëve antiinflamatore, ku përfshihet aspirina dhe ibuprofeni. Në këtë rast, janë vetë medikamentet që e bëjnë të paaft stomakun për të kundërvepruar ndaj tyre. Për të trajtuar ulçer në rastin e baktereve, mjekët këshillojnë përdorimin e antibiotikut. Nëse vjen si pasojë mjekimeve antiinflamatore, mjeku mund t'ju urdhërojë të ndaloni menjëherë përdorimin e tyre. Në rastin e ulçerës gastrike, mund të këshillohet frenuesi pompës protonike, që ul sasinë e acidit prodhuar në stomak. Për ulçerën duodenale, mjeku mund t'ju këshillojë një histamin të tipit 2 si kundërveprues ndijor, për të ulur sasinë e acidit të sekretuar nga stomaku. Paralelisht, mjeku mund edhe t'ju jap medikamente që ndihmojnë në riforcimin e shtresës së mukozës. Ndërhyra kirurgjikale kryhet vetëm në rastet kur ulçera nuk shërohet me mjekim, kur ajo shërohet dhe më vonë rikthehet sërish. Në rastet kur ka gjakderdhje, kur çahet apo krijon vrim, dhe po ashtu kërkohet ndërhyrje kirurgjikale kur ulçera pengon ushqimin për të dalë nga stomaku.